Në kuadër të rihabilitimit të segmenteve rrugore në qytetin e Vlorës, duke qenë se jemi edhe në sezonin turistik, bashkia vion punën për rihabilitimin e rrugëve, të cilat ishin të dëmtuara edhe si pasojë ndërhyrjeve të rrjetit Rituj-Sillësit. Gjatë kësaj të ëne nisi puna për shtrimin dhe asfaltimin e korsisë tjetër të rrugës 2 Kalimshe, pranë Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, nga rrethi në Skele deri te Kishvola. Pamjet që po ndiqnin ekran të filmuara gjatë paradites nga televizioni 6+1 Vlora sjellin momente nga puna që është bërë për ndërhyrjen, fillimisht të gryerjes së asfaltit e më pas për të nisur puna për hedhjen e shtresës re asfaltike. Shtrimi me asfalti 2 Kalimshit në rrugën kryesore të qytetit të Vlorës pranë Skelës në zonën tek Universiteti është në kuadër të projekteve që po zbaton Bashkia e Vlorës në të gjithë qytetin për të përmirësuar situatën infrastrukturore të rrugëve, duke qenë se jemi në sezonin turistik. E ndërsa disa rrugë tashmë janë shtruar dhe asfaltuar, aty ku është ndërhyrë më parë edhe për shtrimin e rrjetit Rituj-Sillësit, të tjera janë në proces. Pikërisht këtë të hënë radhën e ka patur korsia tjetër e rrugës 2 Kalimshe në zonën e Skelës, nga rrethi deri te Kishvola, rruga që lidhet më pas me Transballkaniken. Pritet që në ditët në vijim, Bashkia e Vlorës të ndërhyjë për asfaltimin dhe riparimin e disa segmenteve të tjera kryesore të qytetit, në të cilat më parë është punuar për shtrimin e rrjetit Rituj-Sillësit, me qëllim kthimin e tyre në gjendjen e mëparshme dhe të aksesueshme për qytetarët, por edhe për udhëtarët vendase të huaj që do të përshkojnë këto rrugë apo këto segmente në qytetin bregdetar. Përmirësimi i infrastrukturës është një ndër punët kryesore të Bashkisë së Vlorës në këtë kuadër, kur jemi në sezonin turistik dhe pikërisht këto ndërhyrje për asfaltimin e këtyre segmenteve kanë pikërisht këtë qëllim.